Ndodh me Tiranën, për shembull, cili është propozimi juaj? Po për propozimi i Tiranës është minimalisht kurora e Tiranës të ndahet në 2-3 bashki. Patjetër, bashkia Kashar, bashkia e Farkës, bashkia Petrelës, duhet t'i japësh një zgjidhje këtyre zonave të cilat nuk marrin shërbim. Shëngjergji është gati në Bulqiz, është gati në Dibër, Shëngjergji. Do 1 orë nga Tirana për shkuar në Shëngjergj. Si mund t'jetë ajo pjesë e bashkisë së Tiranës? Pra, këto vende pjesë të Shqipërisë do jenë. Por ka nevojë të kenë autonominë e tyre vetë qeverisëse. Dhe nëse ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian ku flitet për decentralizim, kjo është komplet një reformë anti-Bashkimi Evropian sepse po flasim për centralizim. Dhe mbi të gjitha kemi shkuar dhe te centralizimi kryesor që është vetëm me një dorë, që është Edi Rama për dhënien e lejeve, për investimet strategjike, për zonat e mbrojtura, për afër liçeneve, afër lumenjve, afër kodrave, afër maleve, paketa e maleve për detin. Pra, këtyre bashkive jo që vetëm ju është marrë çdo kompetencë që nga kjo vetë administrim do gjeneronin dhe të ardhura, edhe vendime strategjike dhe konkurrencë mes njëra tjetër se kush zhvilloj më tepër, po ne tani po shkojmë vetë drejt monopolizim. Pa ta bëjmë një bashki gjithë Shqipërinë. Ka një kryeministër dhe një kryebashkiak. Gjithë Shqipëria dhe ti bim shkurt sepse edhe në përbot bashkitë kanë 2 milion banor. Po shku me këtë lloj logjike të demografisë, atëherë ne do të bëjmë një bashki, sepse në gjithë botën bashkitë janë nga 2 milion banor. Këto të mëdhajet. Hajde Shqipërinë le ta bëjmë një bashki dhe e kryejmë këtë muhabet dhe harrojmë zakonet, doket, diferencat, dialektet, etnografinë, çdo gjë. Të paprekura nga reforma territoriale, sipas socialistëve do të mbeten vetëm 3 bashki minoritare, pavarësisht llogarive dhe interesit që kanë të majtët, interesit elektoral, nuk mund të preken. Dakor, po kjo s'bën sens, pra se unë e thash dhe njerë që edhe sikur këto bashkitë e vogla mos përrej pjesë e Shqipërisë do jenë, si që edhe këto bashkitë minoritare pjesë e Shqipërisë do jenë. Po pse mos bëhet përjashtimi për gjithë kulturën që ka Shqipëria? Po pse më kaq para humb kanë pushteti vendor prej kësaj arsye, pushteti vendor humb para se janë fryrë administrata. Prej 2019-s kur PD-ja bojkotoi zgjedhjet dhe socialistët morën dorë bashki dhe djatha, kanë fryrë administratën aty që të sheshojnë diferencat që kishin elektorale me Partinë Demokratike. Shumë ju akuzojnë edhe juve për këtë, zoti Xhaferi, që bojkotuan. Doni 100 bashki që të kapni dhe ju pak nga pushteti vendor. Do të thënë sa më shumë bashki, aq më shumë shanse që edhe PD të rikthehet në... Shko, Partia Demokratike nuk ka bërë akoma një studim elektoral për ndarjen e bashkive. Dhe nuk e bëri as 2014 dhe nuk e bën dhe sot. Sepse interesi primar i Partisë Demokratike është shërbimi ndaj qytetarit. Dhe turin që e kërkoi dhe u dakordsuar për ta bërë gjithë Shqipërinë, ishte për të dëgjuar interesin e qytetarit. Por nuk u bën në gjithë Shqipërinë. Po sepse Partia Socialiste normalisht e bëri atë në një sulm, pra nuk po dëgjonte më qytetarin, por po sulmonte qytetarin. Do shkoni deri në 23 korrik me një Nuk e di këtë, sepse unë nuk jam pjesë. Nuk je pjesë e komisionit, e atij komisioni, por unë e di që ekspertët tanë në dakordsi me qytetarët kanë krijuar patjetër një propozim për mirëqeverisjen vendore, jo për ndarjen elektorale. Sepse mirëqeverisja vendore sjell shanse elektorale për këtë në dhe kjo kërkon kohë. Dhe po thoja që falimentimi më i madh që kanë këto bashki, që këta kërkojnë t'i mbyllin sot, që janë të falimentume, është prej punësimit të lartë që kanë bërë. I kanë 2-3 fishuar administratat. Po aq ngeli ajo, nëse buxheti parashikon që 40% do shkojnë për paga dhe ti e 3 fishon, pagat shkojnë 120%. Pastaj qeveria detyrohet të vijë dhe të fusi fonde për të paguajtur rroga. Qytetari ka harruar pasaj, a ka investime, a ka shërbime etj me radhë. Zoti Xhaferi, një nga shqetësimet kryesore për cilat ka patur diskutim me pash orët e fundit edhe në rrjetet sociale se kanë qenë disa të rinj nga Partia Demokratike, madje dhe drejtuesi i Departamentit të Inteligjencës Artificiale në PD ka qenë dje në mbledhjen e parë publike të Kuvendit Kombëtar, qytetar dhe më pas ka patur edhe deklarata nga selia e Partisë Demokratike, të paktën ishin publikuar foto dhe emra. Ka një tentativë nga ana e politikës për të ndërhyrë në protestë, pra pavarësisht mbështetjes vazhdueshme që zoti Berisha kërkon për protestën, për protestuesit, për kauzat e tyre, ka një përpjekje për ta kapur protestën, për ta bërë protestën kauzë të opozitës për fal atyre që dalin në shesh. Njerëzit që janë dalë shesh janë dhe antarë Partisë Demokratike. Kështu që
Pra, mund them gjysma çereku, 10%, 5% shënsi ka. Pra, Partia Demokratike është pjesë atij sheshit, që kur bën thirrje për dalë në atë shesh, simpatizantët e saj. Pastaj për të qenë drejtues të asaj proteste nuk është përpjekur asnjëherë tjetër. Nuk ka kërkuar të flasë, nuk ka kërkuar të jetë, nuk është eftuar akoma. Unë gjithsesi mendoj që është nonsens që ti të kërkosh të rrëzosh Edi Ramën dhe mos ftosh aleatin kryesor për të rrëzuar Edi Ramën, që normalisht është Partia Demokratike.